Era e ftohtë e tetorit frynte lehtë mbi aeroportin e Tiranës, ndërsa avioni nga Stokholmi sapo kishte zbritur. Pasagerët nisën të dalin një nga një, duke mbajtur çanta, valigje dhe kujtime që i lidhi me dy botë të ndryshme, atë që lanë pas dhe atë ku po ktheheshin. Mes tyre, një grua me flokë të argjend, sy të trishtuar dhe një valigje të vjetër në dorë. Ecte me hapa të ngadalshëm. Quhej Mira. Kishte jetuar 29 vite larg atë dheut. Larg gjithçkaje që dikur kishte dashur, larg djalit të saj që se kishte parë kurrë më. Mira e mbajti kokën lart, por syt i mbusheshin me lot sa herë që shihte njerëz që përqafoheshin me familjarët në sallën e pritjes. Edhe unë kam pasur një përqafim të tillë dikur, mendoi me trishtim, por e humba me duart e mia. Në dorë mbante një zarf të vjetër që dukej sikur kishte kaluar shekuj. Ishte i zverdhur dhe i rrudur, me një foto brenda, një foshnjë me sy të kaltër e buzëqeshje të pafajshme. Ishte vetmja foto që i kishte mbetur nga djali i saj, Arjani, që e kishte humbur kur ishte vetëm 3 muajsh. Kthimi në shtëpi. Kur doli jashtë aeroportit, Tirana i dukej si një ëndër që se njihte më. Gjithçka kishte ndryshuar. Njerëzit, ndërtesat, rrugët, por dhimbja në gjoksin e saj ishte po ajo. Kishte mbetur e ngurtë, e pashuar, që nga dita kur jeta ju shemb si një kështjellë rëre. Një taksist i ri ju afrua. Zonja, a doni makinë? Ku shkoni? Mira u kthye dhe me zë të dridhur tha. Në Shkodër, në shtëpinë ku u linda. Rruga nga Tirana në Shkodër zgjati më shumë se zakonisht. Jo për shkak të trafikut, por sepse mendimet e saj ishin të ngatëruara si fijet e një endje të vjetër. Sa më shumë afrohej në vendlindje, aq më shumë ndjente zemrën t'i rrihte fort. Ishte hera e parë që kthehej pas gati 3 dekadash. Në kokë i vinin kujtime të zbehta, por të dhimbshme. Një vajzë 25 vjeçare me ëndra, me dashuri të pastër për burrin e saj, një dashuri që do të digjej në zjarrin e tradhtisë, në hijen e një vendimi që ajo do ta pendonte përjetësisht. E kaluara që nuk shuhet. Në vitin 1996, Shqipëria ishte në trazira. Varfëria, pasiguria dhe mungesa e shpresës se kishin kthyer jetën në një betejë për mbijetesë. Mira dhe bashkëshorti i saj, Petriti, jetonin në Shkodër në një shtëpi modeste. Ai ishte mjek i ri, ajo punonte si infermiere në spitalin e qytetit. Dashuria e tyre kishte lindur mes dhimbjes së pacientëve, mes netëve pa gjumë në pavionin e kirurgjisë. Kur lindi Arjani, jeta mori kuptim. Ishte si një dritë që shpërtheu mes errësirës. Petriti i premtove se do t'i sillte gjithë botën të këmbët, por brenda tij kishte një plagë që askush nuk e njihte. Një borxh i vjetër, një gabim i fshehtë. Një natë, kur foshnja kishte vetëm 3 muaj, dera e shtëpisë u përplas fort. 2 burra të panjohur hyn brenda. Njëri prej tyre e kapi Petritin për jak, tjetri bërtiti Mirës që të rinte mënjan. Ku janë parat, doktor? Bërtiti burri. Na i premtove, ose do ta paguash me jetën e djalit. Mira lëshoi një britëm, por gjithçka ndodhi shumë shpejt. Në zhurmën e frikës, në klithmat e saj, në përleshjen që shpërtheu, dikush rrëmbeu foshnjën dhe iku. Derisa erdhi policia, ishte shumë vonë. Arjani ishte zhdukur pa gjurmë. Zbrastia e një nëne. Ditët që pasuan ishin të paimagjinueshme. Mira nuk hante, nuk flinte, vetëm qante. Shëtiste rrugëve me foton e foshnjës në dorë, duke pyetur çdo njeri që takonte. A e ke parë këtë djalë? E ke parë, të lutem. Por askush nuk kishte parë asgjë. Petriti u burgos për disa muaj, nën akuzën e bashkëpunimit me trafikant. Doli i pafajshëm, por asgjë s'u kthye në vend. Marrëdhënia e tyre u thye. Ai nuk mund ta përballonte fajin, ajo nuk mund ta falte humbjen. Një mëngjes, Mira u ngrit, mori një çantë të vogël dhe iku pa thënë asnjë fjalë. U largua në Suedi, ku një kushërir e largët i kishte premtuar ndihmë. Iku, por zemrën e la këtu, bashkë me fëmijën që se kishte gjetur kurrë. 29 vite më vonë. Në Suedi, Mira ndërtoi një jetë të qetë në dukje. Punoi si infermiere në një azil pleq, u përpoq të buzëqeshte. Por asnjëherë nuk ndjeu lumturi të vërtetë. Çdo Krishtlindje ndeste një qiri në dritare për djalin e saj. E imagjinonte si mund të dukej. A do kishte sytë e saj apo buzëqeshjen e Petritit? A do të ishte i gjallë? Apo ndoshta, kur mbushi 54 vjeç, vendosi të kthehej. Kishte marrë një letër nga një ish kolege e vjetër në Shkodër, Donika, që i kishte shkruar. Mira, më fal që po të shkruaj pas kaq vitesh, por kam parë diçka që më kujtoi ty. Në spitalin ton punon një djalë i ri, me sytë e tu.
Quhet Arjan dhe mban një varse që më duket e njohur. Një varse që ti kishe atë natë. Mira e kishte lexuar letrën qindra herë, derisa letra u zverdh. Ishte shenja që priste gjithë jetën. Takimi me të shkuarën. Kur arriti në Shkodër, gjithçka dukej ndryshe, por aroma e liçenit ishte e njëjtë. E ndjente në ajër si kujtimi një fëmijërie të humbur. U nis drejt spitalit të qytetit me zemrën që i rrihte si daulle. Në korridorin e gjatë, plot me zhurmë pacientësh dhe aroma dezinfektuesi, ajo e pa. Një djalë rreth të 30-tave me blu të bardhë, po fliste me një paciente të moshuar me butësi. Kishte flokë të errët, por sytë ata sy ishin të saj. U mbështet pas murit për të mos rënë. Zot pëshpëriti. Ai është. Kur Arjani u kthye, sytë e tyre u takuan për një çast. Ai ndjeu një ndjesi të çuditshme, si një kujtim i mjegullt, një aromë që i dukej e njohur. A mund t'ju ndihmoj, zonje? Ke pyeti me mirësjellje. Zëri i tij ishte si një melodi që e kishte dëgjuar dikur në ëndër. Mira deshi të fliste, por fjalët nuk i dilnin. E shikonte e përthithte me sy, si të donte ta ruante çdo detaj të fytyrës së tij. Jo, tha me zë të ulët. Vetëm më fal, më duhet pak ujë. Ai solli një gotë ujë dhe ajo dridhi dorën kur ja mori. Pashmangshëm, syt i rante varsja që kishte në qafë. Një kryq i vogël me një gërm të gdhendur poshtë. Sytë e Mirës u mbushën me lot. Ishte njëjta varse që i kishte varur vetë në qafë të birit ditën që lindi. Ajo e kuptoi menjëherë. Ky ishte djali i saj. Në prag të së vërtetës. Por si ti thoshte, si mund t'i afrohej e t'i tregonte gjithçka. Kishte frikë se mos e humbte sërish. Ai nuk e njihte, ndoshta as nuk do ta besonte. Në mbrëmje, u kthye në hotelin e vogël ku po qëndronte. Ndenji gjithë natën zgjuar, duke parë nga dritarja. Shiu binte me rëmbim mbi qytet, si të donte t'i pastronte mëkatet e së kaluarës. Ajo nxori nga çanta një blok të vjetër ku kishte shkruar çdo kujtim për djalin e saj. Ditën kur lindi, orën e parë që e mbajti në krah, aromën e qumshtit e të lëkurës së tij. Vendosi të nesërmen të kthehej sërish në spital, por këtë herë jo si vizitore. Një fillim i ri. Të nesërmen, Arjani po pinte kafe në kantinën e spitalit. Mira ul pranë tij pa u ftuar. Ai e shikoi i habitur. Zonja që erdhi dje, apo jo? Si jeni sot? Më mirë, faleminderit. Tha ajo duke buzëqeshur lehtë. A mund të pyes diçka personale? Ai ngriti vetullat. Varet po, nëse s'është shumë e çuditshme. Si e ke gjetur këtë varse? Pyeti ajo, duke treguar kryqin në qafën e tij. Arjani e preku me dorë, si të donte ta mbronte. Nuk e di saktësisht. Më thanë se ishte me mua kur më gjetën. Jam rritur në një jetimore këtu në Shkodër. Më gjetën në një shport pranë spitalit, me këtë varse në qafë. Fjalët e tij e pren Mirën si thik. Ajo u përpoq të mos qante, por zëri i dridhej. Dhe nuk e kërkuar të dish se kush të la aty. Kam kërkuar, zonje, për vite me radhë, por askush s'donte të fliste. Ndonjëherë mendoj se ndoshta nuk më donin. Në atë moment, Mira nuk e duroi më. U ngrit, u afrua dhe i vuri dorën në faqe. Jo, biri im të kanë dashur më shumë se jetën. Ai e pa i habitur, ndërsa lotët i ridhnin në faqe. Çfarë po thoni? Ajo nxori nga çanta fotografinë e vjetër. Atë që e kishte ruajtur për 29 vite, dhe ja dha. Sepse unë jam ajo që të humbi, unë jam nëna jote, Arjan. Në dhomën e vogël të kantinës së spitalit, koha u ndal. Gotat e kafes mbetën pezull, fryma u ngrir dhe çdo zhurmë u shua. Ishte vetëm ai moment, i ngarkuar me 29 vite heshtje, mall e dhimbje. Arjani e mbante foton në duar, syti kishin mbetur tek foshnja në krahët e një gruaje të re me buzëqeshje të njohur. Jo, përshpëriti. Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Mira qëndronte para tij me duart që i dridheshin, me shpirtin e zhveshur nga çdo mbrojtje. Është e vërtet, biri im. Unë jam ajo grua. Dhe ti e djali im, Arjan. Ai uli kokën, përpiqej të merrte frym. Zëri i tij doli i mbytur. Kjo është e pamundur. Unë jam rritur në jetimore, më kanë thënë se më lanë në një shport pranë spitalit. Askush nuk më kërkoi kurrë. Mira u afrua, zgjati dorën e ftohtë drejt tij. Të kërkova gjithë jetën time, Arjan. Kam jetuar çdo ditë me shpresën se do të gjeja. S'kam pasur asnjë ditë pa mall, pa faj. Ai ngriti syt dhe pa fytyrën e saj, ku çdo rrudh fliste për vite dhimbjeje. Pse më humbe? Pse s'më gjete më herët?
Ajo ul pran tij dhe zëri I saj u drodh si gjethen e erë, sepse të morën të rëmbyen. Ishte nata kur shtëpia jon u sulmua. Nuk arrita as të bërtisja. Ishte sikur toka më përpiu. Mendova se ishe vdekur, por s'pata asnjë varr për të qarë. Të rëmbyen. Përshpëriti ai. Po pse? Mira mori frym thellë. Baba yt, Petriti, kishte hyrë pa dashje në punë me njerëz të rrezikshëm. Ishin borxhe, marrëveshje për ilaçe, kontrabanda. Ai nuk e donte atë jetë, por u fut pa kthim. Dhe atë natë kur erdhëm për parat, dikush mori ty. Unë u çmenda. Kur u zgjova në spital, ti s'ishte më. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Arjani u ngrit dhe nisi të ecte rreth tavolinës. Dhe pastaj, e more vesh kush isha. Pse nuk u ktheve më në Shqipëri? Mira u përpoq të mbante lotët. U ktheva shumë herë, por çdo rrugë mbyllej. Policia zgjeti gjë, njerëzit heshnin. Dhe kur Petriti u largua s'pata më as forca, as shpresë. Shkova në Suedi, por çdo natë jetoja me emrin tënd në buzë. Ai ndaloi I tronditur. Petriti babai im ku është tani? Ajo uli kokën. Nuk e di. Pas disa vitesh, mora vesh që kishte ikur në Itali. Pastaj asnjë lajm. Sytë e Arjanit u mbushën me lot. Ai e pa sërish foton dhe ngadalë tha. Tani gjithçka merr kuptim, ëndrat që kam parë. Çdo natë shihja një grua me flokë të gjatë që më thëriste biri im, dhe një kryq që ndriçonte në dritë. Mendova se ishte vetëm fantazi. Por pas ka qenë ti. Mira qau në heshtje. Ai e pa për herë të parë si fëmijë, jo si burr. U afrua dhe e përqafoi. Përplasja e trupave të tyre ishte si një zemër që gjente gjysmën tjetër pas dekadash ndarje. Më fal, përshpëriti ajo. Më fal që s'isha aty. Më fal që s'të mbrojta. Jo, tha ai duke I mbajtur fytyrën me duar. Ti s'ke faj. Ti s'ke faj. Fjalë që shërojnë plagë. Pas disa minutash të heshtur, Arjani tha me zë të ngadalë. Dua të di gjithçka. Dua të di kush më gjeti, kush më la në jetimore. Dua ta kuptoj e shkuara. Mira I tregoi gjithçka që mbante mend. Mënyrën si u rrëmbye hetimet, dëshmitë e rreme, zhdukjen e burrit, dhe më pas letrën e Donikës që I ndryshoi jetën. Arjani dëgjonte pa folur, por syt I lëviznin si të kërkonin një lidhje logjike. Kur mbaroi, ai tha me vendosmëri: "Duhet ta zbulojmë. Në spital punon një roje e vjetër, quhet Mark. Ai ka qenë këtu që nga vitet 90. Më ka thënë se ka parë shumë fëmijë të braktisur që silleshin natën. Do ta pyes sonte." Mira I buzëqeshi lehtë, për herë të parë pas shumë vitesh. "Je një burr I fortë, Arjan. Më kujton baban tënd kur ishte ende njeri I mirë." Ai qeshi me dhembje. "E ndoshta të ngjaj edhe ty." Natë gjatë, e mbushur me kujtime. Në mbrëmje, të dy u ulën buzë liçenit të Shkodrës. Era I përplaste lehtë flokët e saj, ndërsa dritat e qytetit pasqyroheshin në ujë si yje të thyer. "E di," tha Mira, "shumë nëna thonë se do të jepnin jetën për fëmijët e tyre. Por unë e dhash, pa vdekur. Kam jetuar si një hije. Dhe tani," tha ai me zë të butë, "ke një arsye për të jetuar sërish." Ajo e pa me mall. "Nuk e di nëse mund të rikuperoj gjithçka që humba. Por ndoshta mund të filloj sërish." "Mundemi," I tha ai. "Nuk do të lë më vetëm." Ata folën gjatë, deri vonë. Ai tregoi për jetën në jetimore, për fëmijët e tjerë që s'kishin asnjë kujtim të prindërve, për netët kur e ndjente boshllëkun në zemër. Mira qante në heshtje, çdo rrëfim I tij ishte një thik në shpirt. Në fund ai tha: "Të nesërmen dua të kërkoj dosjen time të lindjes. Aty duhet të ketë diçka. Një emër, një datë, ndoshta ndonjë shënim që tregon kush më solli." Ajo u pajtua. "Do vi me ty," tha. "Këtë herë nuk do të lë vetëm." Zbulimi në arkiv. Të nesërmen në mëngjes shkuan në arkivin e vjetër të spitalit. Një ndërtesë e zymt, me dritare të pluhurosura dhe dosje të vjetra që binin erë myku. Një sekretare e moshuar me syze të trasha I priti. "Dosjet e viteve 90 janë të ralla, por do shoh çfarë mund të gjej," tha ajo. Pas një ore kërkimi, ajo u kthye me një dosje të zverdhur në dorë. "Ja ku është. Djalë mashkull, I gjetur më 17 maj 1996, pran hyrjes së spitalit. Pa emër, vetëm me një varse me gërmën E." Mira ndjeu një therje në gjoks. Ishte data e saktë. Sekretarja vazhdoi. "Ka edhe një shënim I shkruar me dorë nga infermierja e natës. Fëmia u soll nga një grua me shall të zi." Tha,
kujdesuni për të, nuk kam zgjidhje tjetër. Mira u mbështet pas murit. Shalli i zi përshpëriti. Ishte nëna e Petritit. Ajo kishte ardhur atë natë pas zhurmës. Çfarë? Tha Arjani. Po pse do ta bënte? Ajo uli kokën. Sepse më urrente. S'më donte kurrë si nuse për të birin. Më akuzonte se i solla fatkeqësi. Ndoshta ajo e mori, duke menduar se do ta shpëtonte nga ne. Dhe kur pa që gjithçka u rrëzua, ndoshta të la aty. Në atë moment, Arjani e kuptoi se jeta e tij kishte qenë një lojë e fatit, ku secili kishte humbur diçka. Një përballje e pashmangshme. Në mbrëmje vendosën të shkonin në fshatin e vjetër ku kishte jetuar gjyshja e tij, Zoica. Ishte tashmë 90 vjeç, ende gjallë, një plak me sy të mprehtë dhe duar që dridheshin. Kur i pa në derë, fytyra ju ngurtësua. Ti, tha ajo duke parë Mirën. Mendova se s'do të shihja më kurrë. Mira u afrua, e mbante veten me vështirësi. Pse Zoic? Pse ma more djalin? Gruaja e moshuar uli sy. Sepse doja ta shpëtoja. Ishim pas jush, do t'ju vrisnin të gjithëve. E mora për ta mbrojtur, por kur policia erdhi, u friksova. E lash në spital me varsen. U betova se do kthehesha, por nuk munda. Lotët i rridhnin poshtë faqeve të rudhosura. Kam jetuar me faj gjithë jetën. Dhe tani, Zoti ju solli përsëri bashk. Mira e përqafoi, duke qarë. Po më ke vrarë, nën, por ndoshta Zoti do të na falte gjithëve. Arjani qëndronte në derë, duke parë dy breza që bashkoheshin përmes dhimbjes. Ishte si të shihte dy jetë që më në fund pushonin së luftuari. Një fillim i ri. Ditët që pasuan ishin si pranverë pas tuhis. Mira qëndroi në Shqipëri. Arjani e prezantoi me miqt, me kolegët dhe çdo mbrëmje pinin çaj pranë liçenit, duke rikthyer kujtime që si kishin ndarë kurrë. Një ditë, ndërsa po shëtisnin në rrugën e vjetër të qytetit, Arjani i tha: "Dua të shkoj në Suedi. Dua të shoh ku ke jetuar gjithë këto vite. Dua të njoh edhe atë pjesë të jetës tënde." Mira u emocionua. "Vërtet do të vish?" "Po. Nuk dua që më e shkuar atë jetë plag. Dua të jetë urë." Ajo e përqafoi. "Atëherë le të fillojmë nga e para, biri im." Dhe për herë të parë pas 29 vitesh, Mira ndjeu diellin të ngrohtë jo vetëm mbi fytyrë, por edhe në shpirt. Avioni u ngrit ngadalë nga aeroporti i Rinasit dhe përmes dritares. Mira pa qytetin që po zhdukej nën re. Kësaj radhe, kthimi drejt Suedis nuk ishte aratisje, por shpresë. Në krah të saj, Arjani shikonte poshtë, i mahnitur nga çdo detaj, sikur donte të memorizonte çdo pëllëm të vendit të tij. Ishte hera e parë që largohej nga Shqipëria, por nuk ndjente frikë. Kishte për krah nënën që sapo kishte gjetur. Në duart e Mirës ishte një fletë e vogël me shkrimin e saj të vjetër. "Nëse ndonjëherë më gjen, më kërko në qytetin e Stokholmit, në rrugën ku dimri s'pushon kurrë." E kishte shkruar vite më parë, si një lutje që ia dërgonte Zotit. Tani ajo lutje ishte bërë realitet. Një botë e re për një fillim të vjetër. Kur arritën në aeroportin e Arlandës, ajri i ftohtë suedez i përshkoi si një kujtesë. Arjani mbështolli duart në xhep, duke parë përreth me kureshtje. "Është e ftohtë, por e pastër," tha ai. "Do të mësohesh," i buzëqeshi Mira. "Këtu mësohesh të durosh gjithçka, madje edhe vetmin." Ata morën trenin drejt shtëpisë së Mirës, një apartament i vogël në periferinë e Stokholmit, ku muret ishin të mbushura me fotografi të natyrës, por asnjë me njerëz. Arjani i vështroi një nga një. "Nuk ke asnjë foto me babain tim." Ajo ndaloi për një çast. "I dogja të gjitha," tha me zë të ulët. "Mendova se kështu do të harroja dhimbjen. Por dhimbja nuk digjet, Arjan, ajo jeton brenda teje." Ai ju afrua dhe i vuri dorën në shpatull. "Ndoshta tani është koha për ta shëruar, jo për ta fshehur. Kujtimet që s'plaken." Në mbrëmje, teksa shiu binte lehtë mbi xham, Mira nxori një kuti druri nga dollapi. Ishte mbuluar me pluhur, por brenda kishte letra, shënime dhe një pasaportë vjetër me emrin Petrit Leka. "E ruajta," tha ajo. "Edhe pse çdo gjë më kujtonte tradhtinë e tij, nuk munda ta flak." Ajo i dha Arjanit një letër të palosur. Ishte zverdhur me njolla uji. "Më ka ardhur pas 2 vitesh që isha larguar. Nuk e dija nëse ishte e vërtet apo jo. Lexoje." Arjani hapi letrën dhe nisi të lexonte. "Mira, nuk di nëse do ta marrësh ndonjëherë këtë letër. Kam bërë gabime që nuk mund t'i laj me jetën time.
Ata njerëz morën djalin jo për të na dëmtuar, por për të më ndëshkuar. Unë mendova se do ta gjeja, por humba çdo gjurmë. Po i ki në Itali. Nëse një ditë ai të kërkon, thuaj që e kam dashur më shumë se veten. Por isha i dobët për ta mbrojtur. Petriti. Arjani heshti për një kohë të gjatë. Zëri i tij ishte i rënd. Ai pas ka ditur gjithçka dhe s'ka bërë asgjë. Po, tha Mira me sy të lagur, e di. Por se kam u ryer dot. Ishim të rinj, të friksuar. Ai u fsheh, unë u arratisa. Dhe ti u zhduke. Dhe tani, pyeti Arjani, do ta kërkojmë. Mira ngriti kokën me kujdes, sikur fjalët e tij ta tremnin. Ndoshta nuk jeton më. Ndoshta po, tha ai. Dhe ndoshta meriton ta dim. Gjurma e Petritit. Të nesërmen, Arjani nisi kërkimet. Përdori rrjetet e mjekëve shqiptar në Itali, kontaktet të spitalit dhe madje dërgoi kërkesë në konsullat. Pas disa ditësh, mori një përgjigje nga një koleg italian. Një mjek shqiptar me emrin Petrit Leka ka punuar për disa vite në një klinik në Bari. U largua në vitin 2015 për shkak të sëmundjes. Adresa e fundit e njohur është një qendër kujdesi në Lecce. Mira mbeti pa fjalë. Do të thotë që është gjallë. Ndoshta, tha Arjani, por nuk kemi më kohë për ndoshta. Duhet ta gjejmë. Ajo e pa me lot në sy. Ke zemër si e imja, tha. E di që po bëj gabim, por dua ta shoh. Një herë të fundit. Udhëtimi drejt Italisë. 2 javë më vonë në portin e Barit, dallgët përplaseshin but mbi mol. Mira qëndronte heshtur me një shall të gjatë në qafë, ndërsa Arjani mbante në dorë adresën e shtëpisë së kujdesit. Nuk e di çfarë do t'i them, përshpëriti ajo. Çfarë i thua një njeriu që ta ka shkatëruar jetën, por që ende e do? I thua të vërtetën, tha ai, sepse e vërteta është e vetmja që shëron. Kur mbërritën në Lecce, dielli i jugut përvolonte rrugicat me gur. Qendra e kujdesit ishte një ndërtesë e bardhë, e rrethuar me ullinj. Një infermiere e re i priti me buzëqeshje. Kërkojmë zotin Petrit Leka, tha Arjani. Po është këtu, u përgjigj ajo. Por është i dobët. Ka kaluar një goditje në tru. Kujtesa e tij nuk është më si më parë. Mira ndaloi. Zemra i rahu fort. Dua ta shoh. Takimi i 3 fateve. Dhoma ishte ndriçuar lehtë. Një burr i plakur me flokë të bardhë dhe sy që shikonin bosh, rinte ulur pranë dritares. Kur dëgjoi zhurmën e derës, ktheu kokën ngadalë. Mira u afrua. Petrit. Ai ngriti syt. Një dritë e njohur kaloi nëpër ta. Mira. Përshpëriti. Je ti apo je ëndër? Ajo ju afrua dhe i mori dorën. Jam unë. S'jam më ëndër. Ai qeshi me një dridhje të lehtë. Mendova se vdiqa me fajin tim. Çdo natë shihja djalin me varsen. Mira e mbajti dorën e tij fort. Ai është këtu. Petriti ngriti kokën dhe pa Arjanin që po qëndronte në prag. Sytë e burrit u mbushën me lot. Zoti im je ti. Arjani nuk foli për disa sekonda. Shikimi i tij ishte i përzier me mall, zemërim dhe mëshirë. Jam unë, tha më në fund. Djali që se mbrojte dot. Petriti u përpoq të ngrihej, por këmbët nuk e mbanin. Më fal. Jo, tha Arjani. Nuk ka më faj. Vetëm kohë e humbur. Ai ju afrua dhe e përqafoi. Të tre qëndruan ashtu për një kohë të gjatë, të heshtur, duke lënë vitet e mallkimeve të trete mes lotëve. E vërteta e fundit. Pas disa ditësh, Petriti nisi të fliste më shumë. Kishte kujtesë të fragmentuar, por një natë i tha Mirës me zë të dobët. Ata s'më morën djalin përpara. E morën për hakmarrje. Njëri prej tyre ishte vëllai një pacienti që vdiq në duart e mia. Ai tha, do të marr dritën e syve. Nuk e mendova se do ta bënte vërtet. Pas asaj nate, nuk pash më asnjë fytyrë që dua. Mira ja mbajti dorën fort. Tani ke ne, Petrit. Do të rish i qetë. Ai qeshi lehtë. Ndoshta Zoti më la të jetoj derisa t'ju shoh bashk. Tani mund të iki. Ajo e puthi në ball. Jo, s'do të ikësh ende. Duhet të jetojmë pak për të gjithë vitet që humbëm. Mbyllja e plagëve. Në muaj që pasuan, Mira dhe Arjani qëndruan në Itali. Çdo mëngjes, ajo i lexonte Petritit poezi, ndërsa Arjani e ndihmonte me fizioterapi. Ishin bërë familje sërish e thyer, por e bashkuar. Një pasdite, ndërsa dielli perëndonte, Petriti kërkoi të dilte në kopsh. Shiko sa bukur, tha ai. E njëjta dritë si atëherë kur u njohëm. Mira qeshi me slotësh. Po, por këtë herë drita nuk do të shuhet.
Ai e pa në sy për herë të fundit dhe përshpëriti. Faleminderit që më falët. Në atë moment një qetësi hyjnore ra mbi të. Zëri i tij u shua ngadalë si një fllaç që pushon mbi liçen. Mira e mbajti dorën e tij, pa britma, pa klithma. Vetëm një buzëqeshje e dhimbshme. Tani mund të prehesh, tha ajo. Dritën ta ktheva. Pas tuhis, pas varrimit, Mira dhe Arjani u kthyen në Suedi. Nuk flisnin shumë. Dhimbja s'kishte nevojë për fjalë, por në shtëpinë e saj mbi mur tani vare një foto e re, një foto e tyre të treve, buzë liçenit në leqse, me diellin që u binte në fytyrë. Një mbrëmje teksa pinin çaj në kuzhinë, Arjani tha: "Nëse një ditë do të kem një djalë, do ta quaj Petri. Jo për t'i nderuar gabimet e tij, por për ta falur të kaluarën." Mira buzëqeshi dhe syt ju mbushën me lot. Atëherë ndoshta çdo dhimbje ka kuptim. Ai e përqafoi. "E di, nëna ime. Tani mund të jetosh në paqe." Ajo ngriti kokën drejt dritares ku Bora binte ngadalë. "Po, bir, sepse më në fund e gjetëm dritën që na mungonte." Dhe në heshtjen e natës suedeze, nëna dhe djali që kishin humbur njëri tjetrin për gati 3 dekada, më në fund e ndjen veten të plot.